Dëgjojmë miq mirë sërish jemi sërish në takimin e përjavshëm në shtëpinë e të dërguarve. Është ky takim I cili na lidh her pas here me ngjarjet profetike, me ngjarjet të cilat janë jo vetëm histori, por se janë dhe aktualitet. Janë aktualitet në raport me orientimet, me këshillat, me refleksionet që vijnë për këtyre ngjarjeve që me sa duket krijojnë ciklin e vet, pra përsëriten her pas here në dimensione të ndryshme në çdo shoqëri. Prandaj është nevojshme që Kurani të lexohet dhe prej tij të nxirren mësime për të kuruar gjendjen dhe aktualitetin e çdo individi dhe çdo shoqërie. Do të flasim sot për një fenomen I cili duket sikur Kurani sapo ka zbritur, sikur janë ajete që I flasin shoqërisë njerëzore të ditëve të sotme. Do të flasim për imoralitetin brenda të njëjtës gjini, një fenomen I cili shfaqet në Kur'an, ashtu siç paraqet dhe Kurani për herë të parë në popullin e Lutit, një fenomen I cili u përhap në ato dimensione sa nuk ulseu as familjen e Lutit pjesërisht. Disa nga ajetet që kemi përzgjedhur në këtë takim të sotëm janë nga surja Hud, të cilat ne do t'i lexojmë dhe do të kemi komentin e hoxhës nderuar profesor Ferit Piku. Profesor mirë se vini. Mirë, faleminderit Ilir. Profesor, siç thash, historia e profetit Lut është një histori e cila përmendet në Kur'an, është përmendur edhe në librat e mëhershëm dhe vjen si edhe si një aktualitet I ditëve të sotme. Ne kemi përzgjedhur disa ajete edhe pse kjo ngjarje përsëritet në disa vende në Kur'an dhe po lexojmë ajetin 77 të surës Hud ku Zoti thotë e kur të dërguarit tan I erdhën Lutit, ai u keqësua për ta dhe u ngushtua rënd me ardhjen e tyre. E tha kjo është ditë e vështirë. Disa të dërguar nga Zoti shkojnë tek Luti shqetësohet. Zakonisht ndodh e kundërta. Kur të dërguarit ëngjëjt shkojnë tek profetët, ata gëzohen dhe qetësohen. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Zotit mëshirues, mëshirbërës, mëshirplot. Historitë e profetëve dhe Islami I pranon dhe I respekton të gjithë profetët e Zotit, janë histori shumë të rëndësishme për gjithë historinë njerëzore. Ata janë para së gjithash janë model. Dhe ngjarjet që kanë ndodhur me këta profet faktikisht janë riciklimi I historisë njerëzore. Edhe pse ndodhin në kohra të ndryshme, në kontekste të ndryshme, faktikisht çfarë do lloj gjëje që ndodh, nuk ka gjë tjetër vetëm se një riciklim, një histori që ka ndodhur me një prej profetëve apo me disa prej profetëve të Zotit. Prandaj gjithmonë edhe Kurani famlar të fton profetin e fundit, Muhammedin a.s. t'i lexojë dhe të dëgjojë për historitë e profetëve, që ai gjen të forcë për të ballafaqur me problematikat me të cilat ballafaqoi, por ashtu Kurani famlar I fton të gjithë ata që lexojnë Kuranin famlar të meditojnë në historitë e kaluara dhe një pjesë e madhe e historive të kaluara janë të lidhura me profetët dhe popujt e tyre. Një element I rëndësishëm në historinë e profetëve janë familjet e tyre. Zoti na ka treguar në Kur'anin famlar se familjet e profetëve janë disa llojesh. Janë familje shumë të larta, siç është familja e Ibrahimit a.s., familja e Ali Imranit, ne I kemi përmendur në disa prej episodeve tona, familje ku edhe bashkëshortja, edhe profeti, edhe fëmijët, edhe bashkëshortja e profetit, të gjithë janë model për njerëzimin, por kemi edhe raste të tjera. Pra brenda familjeve të profetëve, ku kemi raste që kemi profet, po që bashkëshortet e tyre nuk janë besimtare. Që do flasim një prej tyre është kjo histori që është sot. Apo profet që fëmijët e tij nuk janë, njëri prej fëmijëve të tij nuk është besimtar, apo dhe ana sjelltas, profet që prindrit e tij nuk janë besimtar. Ndërsa rasti për cilin flasim ne sot, historia e Lutit a.s. është nga historitë e një profeti shumë të sprovuar. Se gjithmonë kur flasim për sprovën e mendojmë që thjesht populli I cili nuk beson. Populli I Nuhut ishte popull jo besimtar dhe ai harxhoi shumë kohë, shumë energji, 950 vite minimumi të jetës së tij harxhoi me ata njerëz dhe shumë pak prej tyre u bën besimtar. Por sprova më e madhe e Nuhut a.s. ti profetit madh ishte në familjen e tij, sepse bashkëshortja e tij nuk ishte besimtare dhe një prej djemve të tij nuk ishte besimtar. Dhe kjo është e rëndë, çdo prind, çdo njeri e din se sa e vështirë është që të kesh një sprovë të tillë brenda familjes tënde, sidomos kur sprova është në familjen e një profeti. Por kjo është një mësim për të treguar që besimi është prej Zotit. Mund bëhet sebeb prindi, mund bëhet sebeb dikush tjetër, por besimin e jep e dhuron krijuesi Allahu xhallahu dhe nuk është çudi që
në folen e besimit, aty ku vetë profeti predikon, mundet që fare mirë një pjesë e familjes mos jenë besimtarë. Si ishte rasti i familjes së Nuhut, apo rasti i sotëm që do flasim është familja e Lutit a.s. Dy kanë qenë sprovat më të mëdha të këtij profeti. Sprova e parë me popullin e tij, i cili nuk është thjesht që ishte popull jo besimtar, por një popull që bënte një veprim të pështirë, një veprim shumë të ulët, një veprim që askush si kishte paraprirë, si thon vetë ajetet kuranore, një degenerim moral, një moralitet siç e përmendet ti brenda llojit, që burrat shkonin me burrat dhe gratë shkonin me gratë, dhe kjo ishte shumë e vështirë. Dhe ai harxhoi shumë kohë me shpresë ta tërhiqte popullin nga një gremin, nga një shkatrim degenerimi i tillë. Sprova e dytë ishte me familjen e tij, me bashortën e tij, por duhet të përmend që nga fillimi që bashortja e Lutit nuk kishte smundjen e popullit, por me besim ishte me popullin e saj. Nuk është se ishte, do të thënë nuk ishte nuk ishte morale, por se nuk ishte besimtare. E mbështeste atë lloj, edhe nuk i bënte përshtypje, do të thënë ajo fatkeqësi e madhe, dhe në fund siç tregon vetë historia që ajo vdes me besimin e popullit të saj dhe me dënimin që i ra popullit të saj, dhe jo për fat keq nuk vazhdoi udhëtimi, nuk ishte një bashkëshorte apo një bashkëthare e bashkëshortit të saj e profetit Lut a.s., por zgjodhi të kundërtën, zgjodhi besimin e popullit të saj dhe dënimin e popullit të saj. Dhe siç thash, këtu vihet në pa fakti që Luti shqetësohet kur vinë të dërguar engjëjt në këtë rast. Pse duhet të shqetësohej ai në këtë rast? Është interesant se këta engjëj që erdhën Lutit a.s. pak më përpara kishin qenë në familjen e Ibrahimit a.s. Aty kishin qenë për një përgëzim. E kishin përgëzuar Ibrahimin dhe bashkëshortën e tij që do të lindë një fëmijë, dhe lindi Ishaku a.s. Sa që u çudit dhe Sara u çudit për kësaj se si mund të lindë fëmijë. Pra, të njëjtët të dërguar të Zotit në një shtëpi vijnë dhe sillin një përgëzim shumë të madh, një mrekulli që mund të vijë vetëm prej Zotit. Të njëjtët engjëj pak më vonë, në një distancë jo shumë të largët, do të shkojnë tashmë për një dënim. Prandaj thuhet që cilësitë e Zotit janë të gjitha cilësitë e Zotit. Ai është mëshirues, mëshirëplot, dhurues, po është ai Zot që edhe kur dënon me një dënim të dhëmshëm. Edhe të njëjtët engjëj, të njëjtët të dërguar sjellin dy mesazhe shumë të rëndësishme në këtë botë, në këtë familje. Ata bekojnë dhe tregojnë myshdën si harriqin që do të lindë një fëmijë, i cili do të jetë jo vetëm një fëmijë, po do të jetë një fëmijë i rëndësishëm, një profet i Zotit të gjithësisë. Por kur bashkëbisedon me ta Ibrahimi a.s., se dhe ai nuk i njohu që janë engjëjt Zotit, kur e pa që njerëzve, kur e pa që nuk han ushqim, tha kush jeni dhe çfarë, pse keni ardhur? I tha kemi ardhur për të përgëzuar ty dhe bashkëshortën tënde me një fëmijë, dhe pastaj tha kur i pyeti çfarë misioni tjetër keni, tha do shkojmë tek populli i Lutit, se ata janë të prishur dhe kanë merituar dënimin e Zotit. Këtu Ibrahimi a.s., i cili, si mund të themi, e kishte rritur Lutin. Dhe Luti është pjesë e ekipit apo ummetit të Ibrahimit a.s. Ibrahimi a.s. gjitha udhëtimet e tij në përgjithësi i ka bërë i shoqëruar prej Lutit. Pra Luti ishte besimtar, ishte shoqëruesi i Ibrahimit a.s. Pak më vonë Zoti e bën atë dhe profet, por e dërgon në një zonë tjetër jo shumë të largët nga vendbanimi i Ibrahimit. Kur dëgjoi Ibrahimi a.s. që këta engjëj tashmë do të shkojnë të shkatrojnë popullin e Lutit, natyrshëm natyra njerëzore thot mos harroni se aty është Luti, që mos e përfshin dënimi juaj, dënimi i Zotit Lutin. Se kryesisht kur dënimi vjen në një popull, i përfshin të gjithë. Ata i thanë ne e dim më mirë se kush është aty. Edhe pra Zoti e di më mirë se kush është Luti, kush është familja e tij dhe kush është populli i tij, por tha atë do ta shpëtojmë, një pjesë të familjes së tij, dhe pjesa tjetër e popullit do të dënohet dhe do të shkatërrohet. Dhe ajeti vijon duke thënë populli i tij që më parë bënin punë të turshme, erdhi me ngut tek ai, pra tek Luti. Ai tha: "O populli im, këto janë bijat e mia, pra gratë atij vendi janë më të pastra për ju. Kini frikë për Allahun e mos më turpëroni me mysafirët e mi. A nuk ka ndër ju ndonjë njeri të mençur që t'u ndaloj nga kjo e keqe?" Pra duket sikur vazhdimisht po i thëriste ndërgjegjjes së tyre, po dhe duke i dhënë, po themi duke treguar rrugën e duhur dhe ofertën më të ndershme dhe më të duhur dhe për ta. Siç u përmend në fillim që historia e Lutit a.s. është përmendur në shumë sure dhe në shumë ajete kuranore,
për ta bërë ndoshta atë më të prekshme, do të gjejmë që luti thash ballafaqohet me një sprovë shumë të madhe, me një popull që nuk janë individ të prishur apo thjesht individ që nuk kanë besim, por e gjithë shoqëria, i gjithë populli ka rënë pre e kësaj fatkeqësie morale. Degjërimi dominonte sistemin, pra gjithë sistemi. Po të kuptimi mbi jetën ishte i ndërtuar ata dhe ishin të verbër në këtë shkatrim moral. Madje përveç kësaj, siç përmendin ajete të tjera kuranore, ata pra ishin jo besimtar, ishin shumë agresiv ndaj njerëzve të tjerë, ishin njerëz që u zinin rrugën karvaneve tregtarëve, ishin të dhunshëm. Dhe siç përmendin ajetet tjera kuranore, pra shkonin patjetër burra me burra dhe gra me gra, dhe këto e bënin haptazi dhe mblidheshin në klube, po në vende të caktuara që ato Kurani i quajnë klubi i popullit të lutit, kur ata këtë paturpsi e bënin në sy të njëri tjetrit. Do të thënë ishte një tejkalimi të gjitha asaj që mund të mbrijë njeriu. Por thash nuk kishte të bënte me një person apo me një grup individësh, po kishte të bënte me gjithë popullin e tij. Pra degradim publik, por se edhe po themi agresiv në lloj forme. Po populli i lutit ka qenë shumë agresiv, pra ne thash është sepse duhet të kuptojmë një gjë që të gjithë popujt, gjithë njerëzit kanë bërë gjunahe dhe gabime, po do të gjejmë që Zoti i ka shkatruar popujt kur gjunahu i tyre është bërë masiv dhe është bërë publikisht dhe i kanë tejkaluar kufit. Pra si më thënë Zoti edhe individit, po edhe popujve, ju ka lënë një kufi, që njerëzit brenda saj natyrshëm që është natyra njerëzore mund bëjnë gabime, mund bëjnë gjuna. Kur vjen dënimi i Zotit, qoftë për individin apo qoftë për bashkësinë njerëzore, kur ky gjuna bëhet masivisht, bëhet publikisht dhe ata i tejkalojnë të gjitha ato kufi apo po themi ato vijat e kuqe nëse mund ta quaj kështu, atëherë vjen dënimi. Dhe populli i lutit i kishte kaluar të gjithë këto kufi. Një popull që e bënte të keqen paturpsinë masivisht, një popull që e luftonte ndershmërinë, siç do të shikojmë që ata vendosin ta dëbojnë lutin dhe familjen e tij nga brendia e tyre, sepse këta ishin njerëz që mundoheshin të jetonin me pastërti, me nder, me besim, edhe për ta bënte problem shumë të madh. Prezenca një familje apo një individi i cili është familjar, është i ndershëm, zbaton atë ligjin e Zotit që burri martohet me gruan dhe anasjelltas, për ta ishte shumë problem. Dhe prandaj marrin vendimin për ta dëbuar dhe lutin dhe ishin agresiv ndaj të ndryshmëve, atyre që nuk ishin si më thënë në zakonin e tyre. Atëherë ka ardhur dënimi i popullit të lutit, kur ata, më thënë, janë bërë agresiv, i kanë tejkaluar të gjitha kufit dhe këtë gjuna, thashë e përmenda dhe një këtë e bënin publikisht, edhe e bënin në sytë e njëri tjetrit të zhveshur. Pra imagjinoj çfarë vetë njeriu nuk arrin dot ta imagjinojë se në çfarë gjendje ishte. Atëherë mendoje se sa i vështirë është misioni profetik. Një profet që duhet t'u flasë këtyre njerëzve ditën dhe natën, t'i paralajmëroj, të mundohet t'i largojë nga kjo e keqja e madhe. I ftonte për besim, por i ftonte edhe nga largimi prej këtij gjunahu, kësaj të keqe që është shumë e madhe. Edhe Kurani e tregon si një nga fenomenet më negative që ka ndodhur në historinë njerëzore, dhe nuk i kishte paraprirë dikush që nuk kupton, mundet këtë patur individ me prirje të tilla, por popull, bashkësi, komunitet i tëri me prirje të tilla, domethënë këtë bësh me një fenomen jashtëzakonisht vështirë. E kjo i nxjerr pa thashë një herë të përgjegjësinë e madhe të profecisë apo të fesë apo të njerëzve të fesë, atyre që duhet përcjellin mesazh, të cilët e vazhdojnë betejën e tyre deri në momentet e fundit, sepse betejë e besimit, betejë e profetëve është betejë e ballafaqimit me të keq. Ata me të keq, profeti me të mirë. Ata me ligësi, ai me ndershmëri. Ata me paturpsi, ai me fjalë të mira që mundohet të shkunte, prandaj thotë atyre, askan ndonjë prej jush, ndonjë njerëz që është i mençur, që është i pjekur, i cili mund të reflektojë. Më thënë, ai mundohet të zgjojë ndërgjegjen e qoftë dhe një individi të vetëm. Ju jep atyre oferta nga më të ndryshmet. Të gjitha këto për t'i larguar prej kësaj rruge të keqe. Mundohet të përdor rrugën e ndërgjegjësimit, e këshillimit, mirë po me sa duket edhe luti, jo se heq dorë, po nëse mund të themi e kupton që kjo është një e keqe e cila ka nevojë të ndalet nga dikush i cili ndoshta ka forcë, ka autoritet. Sepse ajeti vijon duke thënë, ata i thanë, pra ti e di që ne nuk kemi kur fare lakmie për
gratë, për bijat tuaja, për bijat e atij vendi, e ti e di me siguri çka dëshirojmë ne. Më pas Luti thot sikur të kisha fuqi kundër jush për që të mbrapsja, ose të kisha mbështetje në një përkrahje të fisit të fortë, do t'i mbroja mysafirët e mi. Pra duket sikur kjo lloj keqje kërkon të bëhet publike dhe ne kemi parë edhe në ditët e sotme që edhe pse fillimisht ka filluar si e drejta për intimitet të disa individëve, të cilët ndoshta ashtu kanë lindur ose ashtu kanë zgjedhur, më pas këta individ kanë kërkuar që të kenë hapësira publike dhe më pas këta individ kanë kërkuar që nëse mendon ndryshe, meriton të shkosh në burg dhe të heshtesh. Edhe këtu Luti duket sikur thotë që të kisha një fuqi që ta ndalja, për arsye se rreziku i tyre synon ndoshta ta përmbys botën. Po, ashtu siç e përmendë edhe vetë që fenomenet përsëriten, nuk është kusht të ndodhin të njëjtat personazhe, por prandaj historitë e profetëve janë shumë të rëndësishme sepse ato faktikisht përsërisin historitë e gjithë njerëzimit apo popujve të njerëzimit për të kuptuar më drejt situatën në të cilën ndodhet profeti i Zotit Luti alayhis salam, i cili ka shumë pak aleat me vetë. Ka një pjesë të familjes së tij dhe nuk ka dhe gjithë familjen e tij dhe gati nuk ka asnjë nga populli. I gjithë populli është kundra në besim, po mbi gjitha është kundra në atë fenomen dhe në atë smundje, në atë shkatrim të madh në cilin ishte. Ai nuk e dinte që këta mysafirë që i kishin ardhur në shtëpi edhe kjo u ndje shumë keq. Pse u ndje keq? Nisëm prej fillim, si mund ndihet keq një profet apo një njeri normal kur i vinë mysafirë në shtëpi? Ai u ndje keq sepse e dinte që informacioni do të rrithte, do të shkonte tek populli dhe ata çdo i huaj që vinte, se me njëri tjetrin normalisht që e vazhdonin atë shkatërim moral, po çdo i huaj i ndershëm që vinte apo kalonte duhet të përlyhej në të papastërti të këtij populli. Edhe ky tash i qante hallin e mysafirëve që ishin ndjem, paktën në pamje dukeshin dhe siç përshkruajn komentatorët e Kuranit, ishin ndjem pa mjekra, me pamje shumë të bukur, shumë interesante, nuk ishte diçka normale. Dhe puna e parë ose gjëja e parë që shkojnë në mendje është se ai u mërzit shumë dhe tha çfarë do të bëj me këta nëse populli im e merr vesh që këta kanë ardhur në shtëpinë. Pra kishte merak se ndoshta nuk do mbronte dot. Zoti mbronte dot. Mysafir, sepse ishin sepse mbrojtja në amanetit e tyre. Patjetër, mbrojtja e amanetit dhe nderi sidomos e mikut është cilësi normale fisnike, aq më tepër se cilësia e profetëve, domethënë. Edhe ai e dinte që nuk është se populli i tij do vinte, do ta grabiste mikun, apo do ta dëbonte, apo mund ta vriste, por populli i tij ishte popull aq i prishur saqë donin të merrnin dhe shkatronin nderin në çdo kujt që vinte. Ajetet tjera kuranore dhe shpjegimet e ajeteve tregojnë që Luti kishte dy vajza, ishin besimtare. E para që i pa këta mysafir, të njerëz spanjorë, ishte njëra prej vajzave të Lutit, dhe ju tha atyre mos hynin në këtë fshat, sepse ajo dinte se çfarë. Po tha, nëse ata tha nuk kemi vend tjetër, do vim tek shtëpia e Lutit. Ai vetë ishte vajza e Lutit, atëherë ju kërkoi që të rrinë në një kopsht derisa të bi muzgu, që ata të mos e shikojnë. Populli mos e shikoi se kanë ardhur mysafir, pra miq në fshat. Dhe kur ata hynë në shtëpi, pyetja është kush i njoftoi popullin e Lutit që në shtëpinë tonë ka disa mysafir, nuk kemi parë krijesa kaq të pashme, kaq të bukura, kaq të hishëm, prandaj o burra se është rasti juaj. Ishte bashortja e Lutit dhe kjo është prova e dytë e madhe. Zonja e shtëpisë, bashortja e profetit ishte ajo që informacionet e shtëpisë i nxirrte dhe i çonte tek populli i saj. Prandaj Kurani e ka përmendur atë si tradhtare. Zoti tregon thot shembujt e atyre që kanë mohuar Zotin, thot bashortën e Nuhut dhe bashortën e Lutit, i tradhtuan bashortët e tyre, dhe tradhtia në këtë rast është tradhtia në besim. Pra kemi besnikri, beslidhje, nuk është tradhti në aspektin e imoralitetit. Pra kemi tre fenomene. Pra kemi fenomenin e besikërisë, e ndershmërisë, e besimit që ishte Luti. Kemi fenomenin e degradimit, degenerimit, imoralitetit brenda gjinisë që ishte populli i tij, po kemi edhe një fenomen që është gruaja e tij. Fenomeni i cili është edhe sot. Pra shpesh këto agjenda sot kanë marrë zë, kanë marrë përkrahje nga njerëz ndoshta që nuk kanë qenë pjesë e agjendës, por kanë qenë përkrahje të tyre. Pra shpesh dhe pa ata e keqja nuk mund përhapet në atë lloj forme dhe Kurani ka
përjetësuar historinë e gruas së Lutit si një prej të keqeve të cilat po themi janë pjesë edhe e ndëshkimit. Prandaj përmenda që edhe mbyllja e saj në të gjitha ajetet kuranore Zoti e përshkruan si pjesë të popullit të saj. Nuk ishte pjesë e popullit në gjithë fenomenet apo moralet apo antimoralet e atij populli, por fundi i saj është fundi i popullit të saj. Dënimi i popullit të saj është i njëjti dënim që e kapi dhe atë që shpeshherë pra nuk vlen në momentin që bësh pjesë të keqes dhe përfshihesh totalisht në të, edhe pse ndoshta nuk je aplikues asaj të keqe, do të përfshi ajo e keqe. Edhe prandaj Luti këtu ndihet shumë jashtëzakonisht keq që nuk ruan dot nderin e mysafirëve, pa njerëzve që kanë hyrë në shtëpinë e tij. Mundohet ato kur marrin vesh informacionin vinë edhe nuk vinë disa individ, po i gjithë populli. Vinë rrethojnë shtëpinë e Lutit, imagjinohet, më thënë një çfarë gjendje është i Zoti i shtëpisë kur i gjithë populli vinë dhe ata kanë vetëm një qëllim. Është që t'i nxjerrin mysafirët dhe të vazhdojnë të bëjnë paturpsi me ta në sytë e njëri tjetrit, po Luti nuk e din se kush janë këta. Dhe kjo në rastin e Ibrahimit ai i kuptoi. Edhe ata ja treguan. Në rastin e Lutit kjo vazhdon deri në momentet e fundit për të përjetuar, ndoshta edhe ai për ta përjetuar këtë sprov kaq fuqishëm. Në momentin që pasaj kupton se kush janë, historia merr rrjedh tjetër. Prandaj duhet ta kuptojmë përgjegjësinë e madhe që ka profecia, por edhe kushtet dhe vështirësitë e mëdha që kanë kaluar profetët e Zotit, dhe unë mendoj që kjo është një nga sprovat më të mëdha që mund t'i kenë ndodhur një profet. Dhe kur të gjitha mundësitë dhe sebepet e të mirëve e profetëve shterojnë, pra ata bëjnë maksimumin e vet, duket sikur aty më pas ndërhyn, po themi, vetë Zoti, pra kaderi i tij, ndihma e tij, dhe me njëherë mbas këtij shqetësimi dhe e cila është edhe një lloj duaje që Luti bëri, pra që tha, sikur të kisha fuqi kundër jush, t'ju ndalja, vjen ajeti tjetër ku ëngjëjt i thon, pra ëngjëjt than, o Lut, ne jemi të dërguarit e Zotit tënd. Ata, pra populli yt, nuk kanë për t'u ofruar tek ti. E ti nga fundi i natës udhëto me familjen tënde dhe askush prej jush të mos vështrojë mbrapa. Pos grua sate, ajo do të jetë goditur me çka do të goditen dhe ata. Afati tyre është mëngjesi, a nuk është mëngjesi afër? Luti alayhis salam si përmendëm disa herë që përjeton një gjendje jashtëzakonisht vështirë, një sprovë shumë të madhe, që thash ndoshta se kishte përjetuar asnjëherë, se tashmë ishin njerëzit, ishin mysafirët, miqt në familjen e tij, ata që rrezikoheshin, prandaj thash ai mundohet të komunikojë, të zgjojë ndërgjegjen e tyre, të bëjë disa pakte, nga paktet që do të kuptuar drejt është që ai fton njerëzit të martohen me vajzat e tij, kthehen në normalitet. Edhe në aspektin që gjithmonë martesat kanë qenë shkak për zbutje dhe konfliktesh. Pra, nëse vajzat që ka thënë Luti alayhis salam sipas komentatorëve janë vajzat e popullit, pa martoheni burra me gra, pra djem me vajza, apo janë vajzat e tij, do të thënë tamam vajzat e tij, në rastin e dytë duhet kuptuar kjo ofertë që ai bën popullit të tij apo disa prej parive bën pikërisht për të zbutur këtë lloj konflikte dhe për të gjetur një rrugë zgjidhje edhe për këtë problem kaq të madh. Sepse ati po i cënoi nderi i njerëzve që kishin hyrë në shtëpinë e tij dhe ai e njihte popullin. Edhe kishte hallë se viktimat do të ishin këta mysafirë, por nuk e dinte deri në këtë moment, ai nuk di kur gjë se kush janë mysafirët e tij. Imagjino një shtëpi të rrethuar, një profet që nuk ka krah. Prandaj edhe shprehje që thot ai, sikur të kisha patur një mbështetje të fortë. Sikur të kisha forcë t'ju mbroja juve, dhe profeti alayhis salam me etikën e tij thot, mos kujtoni se Luti alayhis salam e harroi Zotin në këto momente. Ai mbështetej, kishte një shtyllë të fortë që i mbështetej, që ishte Allahu xhaleshanuhu, por tregon për natyrën njerëzore e cila në momente të caktuara kërkon mbështetje, kërkon mbrojtje. Si puna e atij që shikon që po bëhet një padrejti shumë e madhe, edhe kërkon, thot, kush më vjen, kush i del për Zot kësaj kauze, kush është njeriu që më ndihmon mua. Por nuk do thotë se ai njeriu ka humbur besimin, as më tepër Luti alayhis salam. Ai kishte shumë besim tek Zoti, por nuk dinte as pak se çfarë do të ndodhte me popullin e tij edhe kush ishin këta që ishin në shtëpinë e tij. Këtë tregon dobësi njerëzore, natyrën njerëzore, dhe në ato moment kur ai po themi e shikon veten e tij të pafuqishëm, pas zgjidhje, populli i tij e ka rrethuar dhe thotë vetëm nxirr mysafirët nxirr jashtë,
edhe thonë nuk kemi interes as për vajzat tuaja, ti e di që nuk kemi interes për gra, nuk kemi interes për vajzat, ti e di mirë se çfarë duam ne. Pra duam ata që kenë në shtëpi. Atëherë jepet leje engjëve të dërguarve të Zotit të tregojnë identitetin e tyre. Edhe ata e thonë që ne nuk jemi as mysafir të pafuqishëm, nuk jemi as të rinj që nuk e njohin këtë vend, por ne jemi të dërguarit e Zotit, ne kemi ardhur për ta shkatruar popullin tënd dhe për të shpëtuar ty dhe ata që janë si puna jote, përveç bashortës tënde. Dhe menjëherë këtu i thonë tregon që ajo nuk ka shpëtim, edhe kjo patjetër që është sprov për çdo njeri, kur një njeri, aq më tepër një profet, din që një pjesë e familjes së tij do të ketë përfundimin e pjesës tjetër që është e pa fe, pa besim dhe është e shkatruar moralisht. Por e para që ndodh këtu, sepse më vonë do të shikojmë që më vonë ndodh shkatrimi i popullit Lutit, e para është që siç është transmetuar Xhibrili alayhis salam, puna e parë del dhe i mbraps popullin e Lutit duke ju averbuar syt. Aty ju verbohen syt dhe nuk kanë më fuqi. Dhe nuk kuptojnë më, a kanë hyrë, a kanë dalë për shtëpie, dhe kjo ka zgjatur për disa kohë, por tashmë ka filluar dënimi i popullit Lutit, sepse ata shenja e parë e hidhërimit të Zotit, ose fillimit të ndëshkimit. E para që është zmbrapsja, si më thënë, për të qetësuar Lutin dhe për ta nxjerrë nga ajo gjendje sikleti shumë të madh në cilin ndodhe, e ndjen veten i pafuqishëm, nuk e frenon dot popullin e tij, nuk ruan dot mysafirët nderën dhe miqve të tij, bashortja e tij ka tradhtuar nga brenda, nuk ka djalë që ta ndihmojnë, nuk ka burra që t'i vinë krah. Atëherë, si më thënë, qetësimi i parë që ndodh, i thonë që ti mos ke frikë se ata nuk mbërrin tek ne, sepse ne nuk jemi njerëz, po jemi engjëj të Zotit. E dyta, smbrapset populli i Lutit, ato arrogantët, agresivët, smbrapsin duke i verbuar. E treta, pastaj engjëjt i tregojnë me detaje Lutit pjesën tjetër të planit, dhe i thonë pjesa tjetër e planit që populli yt do të shkatrohet dhe ti duhet lëvizësh në një kohë të caktuar me një pjesë familjes tënde, por aty nuk do të jetë bashortja jote. Profesor, bëjmë një shkutje shumë të shkurtër dhe vijojmë sërish me këtë ngjarje, pasi vazhdon Zoti të përmend edhe detajet se si u shkatrua ky popull, pasi është një dëshmi vetëm kuranore, por se edhe arkeologjike. Pra sot kemi edhe vendbanimet që mendohet se janë të këtij populli. Normalisht shihim pas pak në pjesën e dytë. Rikthehemi në studio, po lexojmë disa ajete nga surja Hud, veçanërisht mbi historinë e Lutit alayhis salam, i cili njihet për rezistencën e tij ndaj popullit i cili për herë të parë në historinë e njerëzimit përhap degenererimin në mënyrë masive, dhe jo vetëm kaq, por se kthen atë dhe në një armë dhe në një luftë ndaj atyre që ishin të ndershëm, që ishte vetëm Luti dhe vajzat e tij. Ndërkohë tham profesor që kjo është një histori që përsëritet në disa vende në Kur'an, dhe në surën Araf ajeti 82 thuhet përgjigjja e popullit të tij nuk ishte tjetër vetëm se të thonë dëbojini ata për Lutin me besimtarët nga vendbanimi juaj. Ata janë njerëz që ruhen shumë. Pra janë njerëz që janë të pastër. Pra, siç e përmendët dhe ju, ata jo vetëm që nuk ishin dakord me, po themi, me çeltërsinë dhe pastërtinë e Lutit, por se donin të t'i dëbonin. Nuk gudonin prezencën e askujt që ishte i pastër. Në forma të ngjashme e gjejmë dhe sot. Ka patur vende, ka patur shtete ku nëse ti deklarohesh kundër agjendave të caktuara, të hiqen në shtetësia dhe dëbohesh nga vendi ose të burgosesh. Përmenda pak që të gjitha gjunahet që njohim ne si njerëz kanë ekzistuar në histori dhe do të vazhdojnë të ekzistojnë. Njeriu mund të bëjë gjitha. Por po të shikojmë historitë kuranore tregojnë kur gjunahu dënohet dhe kur vjen dënimi i Zotit në nivel masiv, në nivel kolektiv, është kur ai gjunah bëhet kolektiv, kur ai bëhet agresiv dhe kur njeriu i kalon të gjitha kufit. Dhe në rastin e popullit të Lutit i kemi të gjitha këto. Ata është një gjunah apo e keqe masive, është kolektive, e bën i gjithë populli, dhe ata e shoqërojnë këtë me shumë cilësi tjera, agresiviteti ndaj njerëzve, ndaj nderit të tyre, ndaj pasurisë të tyre, janë të shumë të dhunshëm dhe ndaj mendimit ndryshe. Nuk është se thjesht kanë atë të vetën dhe mundohen të mos i përzihen njerëzve. Ata i përzihen njerëzve dhe nuk është thjesht një stil jetese, por është një doktrinë, është një qasje e cila kthehet edhe në betejë, kthehet edhe në luftë.
Edhe çdo kush që nuk është me ta në këtë gjë, ai nuk është thjesht me mendim ndrysh, po është kundërshtar i cili duhet të zhduket ose fizikisht ose duhet të dëbohet. Dhe rasti që kemi ajetin kuranor thotë nxirreni lutin dhe ata që janë si puna e tij prej këtij vendbanimi sepse ata duan të jenë të ndershëm. Ata duan të rrinë të pastër dhe ne nuk pranojmë pastërti. Si puna asaj që ajo pastërtia nuk pranon atë ujin, pastërtia pranon ujin e pastër. Edhe ata nuk e duronin dot prezencën e një familjeje. Sepse ajo prezencë ju nxirrte në pa pastërtinë e tyre, ndyrësinë e tyre. Prandaj nuk është çudi që kur njeriu merr për keq dhe bashkësia njerëzore merr për keq, ata nuk durojnë dot qoftë një këmbë njeriu të ndershëm apo një njeriu që është besimtar, se nuk është çështje numrash, po është çështje kauze, do të thënë. Ai person, ajo familje, ai lut që nuk ka njerëz, nuk ka fuqi, po themi fizike, ai nxjerr në atë patrupsinë e tyre, do të thënë. Edhe ata nuk e përballojnë, nuk e durojnë dot diçka të tillë. Kjo është për treguar këtë që e keqja nuk ka kufi, nuk ndalet diku. Edhe nuk mundet kur që e keqja ta pranojë të mirën apo e pandershme, nuk e pranon dot të ndershmen, secili rri në kufit e vet. Edhe tregon nga ana tjetër që edhe Luti alayhis salam, edhe pse i vetmuar, nuk e ndali betejën e tij, po themi, nuk ndali ftesën e tij, sensibilizimin e këtyre njerëzve, prekjen e tyre në zemër, në ndërgjegje, ofertat e ndryshme që u sillte vetëm që ata të largohen prej kësaj. Prandaj kur thuhet e mira dhe e keqja historikisht kanë qenë betejë, kjo nuk është kushtet betejë me luftë dhe me vrasje, me shkatrim. Por historitë tregojnë që e keqja kurse ka përballuar të mirën, qoftë dhe sikur të jetë e vogël në numër, ndërsa e mira është munduar ta përfshijë, ta sensibilizojë dhe ta orientojë për mirë të keqen. Ky është dallimi mes të mirës dhe të keqes dhe të mirëve dhe të ligëve. Dhe edhe pse Luti alayhis salam u mundua shumë bëri maksimumin e vet për t'i ftuar, për t'i ndërgjegjësuar, për t'i këshilluar, duke sikur e keqja atyre kishte ka përfundin dhe nuk ishte ngelur për ta vetëm se ndëshkimi. Dhe Zoti e përmend dhe ndëshkimin si për të treguar që ishte aq e madhe e keqja sa po themi përfundimi i tyre do ngelet një dëshmi për gjithë shoqëritë. Në ajetin 82 të surës Hud, Zoti thotë dhe kur erdhi urdhri ynë, ne I përmbysëm të gjitha ato fshatrat e tyre, duke kthyer çdo gjë nga lart poshtë dhe mbi ta rreshëm gur të fortë të njëpasnjëshëm, gur të shënuar tek Zoti yt, ata gur nuk janë larg zullumqarëve, idhujtarëve, të ndryshëm. Edhe pra bëhet fjalë për momentet para agimit, kjo pjesa deri tani që kemi shpjeguar është, po themi mas akşam, mas perëndimit diellit deri në agim, Zoti urdhëron engjëjt që ata të urdhërojnë Lutin dhe familjen e tij, tashmë bashortja është fizikisht me të, por nuk është shpirtërisht me të, që të largohen, edhe I urdhëron që të mos kthejnë kokën mbrapa, mos kthimi I kokës mbrapa në kupton sepse dënimi do të ishte shumë I dhëmshëm, dhe pikërisht ndoshta që dhe bashortja të mos kthente kokën mbrapa, por si puna e saj që njeriu kur e ka zemrën diku tjetër rri edhe koka I kthehet ande. Luti dhe vajzat e tij vazhdojnë udhën, drejtimin, nga I ka drejtuar Zoti ku është rruga e shpëtimit dhe nuk e kthejnë kokën e tyre mbrapa se e dinë që do të vijë dënimi tek populli, ndërsa bashortja Lutit siç transmetohet, çdo hap që bën të kthente kokën e saj mbrapa, deri në momentin që shikojnë që vjen dënimi. Dhe dënimi I popullit Lutit është nga dënimet më të dhëmshme në histori, sepse Xhibrili alayhis salam e ka shkulur gjitha vendbanimet ku jeton të ky popull, në 5 fshatra, në 5 vendbanime, e ka shkulur komplet atë si zonë dhe e ka ngritur në qiell, pastaj e ka përmbysur dhe e ka hedhur në tokë. Aq shumë thonë, saqë edhe zëri I qenve, lehura e qenve dhe po kafshëve të tjera është dëgjuar në qiell. Pra vetëm shkputja, ngjitja në qiell është një vdekje. Kthimi në tokë është një vdekje tjetër, pastaj pas kësaj Zoti urdhëron që qielli t'i godas ata me gur prej xhehenemi, dhe në çdo gur është shkruar emri I tyre. Kur kanë ardhur dënimet e popujve, çdo gur ka shkuar tek viktima apo tek objektivi I tij. Imagjino se çfarë dënimi, çfarë plani hyjnor, ku edhe bashortja e Lutit ka
emrin e saj tashmë të shkruar në një gur, sipas emrit të saj, dhe ai gur është, dhe jo asnjë gur tjetër, ai gur e godet atë dhe e bën pjesë të popullit të saj. Pra thash, pra dënimi dedikuar në dënimi i posaçëm për secilin, për çdo zullum, për çdo padrejtësi që ka. Madje Zoti Advent e bën, po them, si ajet të tjera kuranore është bosh si shenjë që kur profeti Alayhis ka kaluar me shokët e tij, i ka urdhëruar që t'i erdhin enët që kishin mbushur me ujë nga ato vend banime, tha, pra vetëm kalimi në Advent, sikur kishte akoma pjesë të dënimit, edhe pse kishin kaluar me qindra vite, edhe ajo mund të ishte rrezik që, më thënë, ishte si thosh aq i gjallë dënimi, dhe vendi rreth rrotull, vend që nuk pati më jetë, o quhet vendi i vdekur. Pra është një rajon midis Jordanisë së sotme. Mendohet që ku është sot deti i vdekur, është rajon, zona ku ka jetuar Luti dhe populli i tij, për të treguar që fundi i këtij populli është shumë i dhimbshëm, shumë fatal, sepse dhe gjunahu i tyre ishte shumë i madh. Dhe te kalimi i tyre në kufit e besimit, në kufit e nderit, në kufit e normales ishte ekstrem. Tepruar çdo kufit. Ata vetë Zoti i quan, ata ishin popull që e kishin tepruar. Edhe teprimi thash është një koncept në aspektin e besimit, në aspektin e nderit, në aspektin e drejtësisë, një popull që i tekalon të gjitha këto kufit normal, kur njeriu si individ apo si bashkësi, kushdo qoftë, në çfarëdo lloj kohe, i tekalon kufit në një masë të madhe, kufit normal, kufit që ka vendosur Zoti, ti je i sigurt se do të vijë dënimi, prandaj dhe Zoti thotë ato gur nuk janë larg dënimit të çdo kujt që do t'i tekalojë ato kufi. Profesor, falenderoj shumë për këto shpjegime. Shumë faleminderit. Miq, këtu e mbyllim takimin e sotëm, folim pra për historinë e Lutit alayhis salam, për popullin e tij, i cili jo vetëm se ishte një popull ku degenerimi ishte përhapur në çdo kapilar të jetës, por se ishte kthyer në botë kuptim dhe ishte kthyer dhe në një lloj arme ndaj çdo të ndershmi, ndaj çdo të drejti. Është një dëshmi, siç thash, vetëm kuranore, por se një dëshmi edhe fizike dhe arkeologjike sot, pasi mendohet që prej trupave të atij populli sot janë të ngurcuar në rajone të caktuara, si një mësim, si një përkujtim për çdo kënd i cili jo vetëm përfshihet nga ky lloj degenerimi, por se edhe nëse bëhet për krahas i tyre, ashtu siç ishte rasti i gruas bashkëshortes së Lutit alayhis salam, e cila e tradhoi të mirën, e tradhoi bashkëshortin e vet dhe ndihmoi dhe përkrahu po themi imoralet e asaj kohe. Shpresoj që këto lexime, këto reflektime ta ndryshojnë botën, duke i jetësuar ato, duke i kthyer në praktik, duke u bërë përkrahas të mirës dhe jo tradhtar të saj. Ju falenderoj për çdo moment, të jemi sërish së bashku deri atëherë, kalofshi.